Me deklarata që ngrënë sërish tensionin në rajon, presidenti serb Aleksandar Vučić ka rikthyer në qendër të vëmendjes dy temat më të ndjeshme për politikën e jashtme të Beogradit, integrimin evropian dhe çështjen e Kosovës. Në një intervistë për radio televizionin publik serb, Vučić u shpreh se beson se Serbia mund të bëhet antare e Bashkimit Evropian para vitit 2030, por theksoi me vendosmëri se ky proces nuk do të thotë se Beogradi do të heqë dorën nga qëndrimi i tij ndaj Kosovës. Unë besoj se ekzistojnë shanse të tilla, por ekziston një çështje tjetër, çështja e Kosovës. Unë nuk mund dhe nuk do ta pranoj pavarësinë e Kosovës, deklaroi Vučić. E në lidhje me këtë deklaratë të Vučićit për Bota Sot, foli avokati shqiptar Spartak Ngjela, i cili e kritikoi ashpër presidentin serb. Sipas tij, deklaratat e tilla nuk janë normale dhe janë një marrëzi e Vučićit. Nuk mund të diskutosh me një arsye normale ato rrjedhje mendore që konstatuai vijimësi të Vučićit. Ai është një kryeministër që për ditë thotë do ta marrë Kosovën, edhe pse e di që në Kosovë ka trupa nga NATO, dhe këtu mbyllet çdo diskutim për marrëzinë e Vučićit, deklaroi Ngjela për Bota Sot. Deklarata e Vučićit vjen në një kohë kur dialogu Kosovë-Serbi në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ndodhet në një ngërç të thellë dhe Brukseli po e bën gjithnjë më të qartë se normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën është kushti domosdoshëm për çdo hap të mëtejshëm të Serbisë drejt integrimit evropian. Megjithatë, Vučić vazhdon të ecë në vijën e hollë mes lindjes dhe perëndimit, duke u përpjekur të ruajë marrëdhënie të mira me Moskën dhe Pekinin, ndërsa në të njëjtën kohë deklaron publikisht se synon antarësimin në Bashkimin Evropian.